Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin e Sport TV. Ky është edicioni informativ i orës 17:00. Ju njoh më njëherë me zhvillimet kryesore. Vendimi i gjykatës kushtetuese për rastin Balluku i hap rrugë dy proceseve të tjera të lëna Pezull. Ankimimi në apel të zëvendës kryeministres për heqjen e pezullimit dhe shqyrtimit nga ana e kuvendit të kërkesës së SPAK për të arrestuar Belinda Ballukun. Ndarja e gjyqtarëve 4-4 nuk zgjidhi konfliktin mes kryeministrit dhe gjyqësorit, nëse një antar qeverie pezullohet apo jo nga gjykata pa lejen e kuvendit. Surprizë, vota e Gendi Ibrahimit që i hoqi Ramos fitore në kushtetuese. Në ditën e 6 të protestës, banorët e Rjollit u përplasën me policinë në përpjekje për të bllokuar punën për ndërtimin e resortit të biznesmenit dhe botuesit Bashkim Ulaj. Sipas tyre, në tokat që u kanë grabitur, një prej banorëve akuzon publikisht Sali Berishën se mund të ketë dorë në këtë histori, për sa kohë nuk po i mbështet ata, por nga ana tjetër i kërkon të shkojnë protestën e 10 shkurtit për interesat e tij. Rrugu italian Andrea Formiga, i cili punon në klinikën private Trida Hospital në Tiranë, po hetohet pasi një pacient të cilit i ngushtoi stomakun për dobësim ndërroi jetë në QSUT 4 ditë pas operacionit. Familja e sipërmarrësit italian 54 vjeçar Massimo Ferro kërkon drejtësi dhe akuzon klinikën private e mjekët që bën ndërhyrjen se nuk i bën analizat para operacionit. Ferro vuande nga diabeti tipi 2. Një mesazh që ju vjen në WhatsApp nga kontakte të njohura dhe kërkon të votoni për një vajzë për të fituar një kurs falas vallëzimi është pjesë e një skeme mashtrimi që synon të vjedhë të dhënat tuaja personale. Ky mesazh po qarkullon edhe në Shqipëri dhe ekspertët digjital këshillojnë të mos e hapni, pasi hakerat do të deportojnë në telefon duke ju vjedhur çdo të dhënë tuaja. Jetën e fuqisë punëtore në vend, bizneset po e mbushin duke rekrutuar të huaj nga India, Filipinet, Egjipti e deri në Myanmar. 19.000 të huaj aplikuan për leje qëndrimi vitin e kaluar në Shqipëri. Ata dominojnë në sektorët e ndërtimit, turizmit, fasonerisë dhe peshkimit. Qeveria është në negociata edhe me disa vende të treta për më shumë se 6.000 vende pune që kërkon biznesin. Shqipëria dhe Irani do të zhvillojnë bisedime të tjera javën e ardhshme mbi programin bërthamor të Teheranit. Njoftimin e bëri presidenti amerikan Donald Trump, i cili edhe pse i quajti pozitive bisedimet e së premtes në Oman, firmosi një urdhër ekzekutiv për tarifa doganore shtesë për ato shtete që do të bëjnë biznes me Iranin. Lojrat olimpike dimërore kanë kthyer qytetin e Milanos në qendër të vëmendjes të sportdashtësve. Vendi ynë përfaqësohet nga 4 skiatorë dhe gara e parë do të jetë më 11 shkurt, kur Deni Xhepa garon në slalomi gjigant. Në 15 shkurt garojnë Kolturi e Dauti. Ju njoh tani më gjerësisht vendimi i ditës së djeshme i gjykatës kushtetuese për rastin Balluku i hap rrugë dy proceseve të tjera të lëna Pezull. Së pari ankimit në apel të zëvendës kryeministres për heqjen e pezullimit dhe shqyrtimin nga ana e kuvendit të kërkesës së SPAK për të arrestuar Belinda Ballukun. Ndarja e gjyqtarëve 4-4 nuk e zgjidhi konfliktin mes kryeministrit dhe gjyqësorit, pasi kushtetuesja nuk dha dot një përgjigje nëse një antar qeverie mund të pezullohet apo jo nga gjykata pa lejen e kuvendit. Gjykata kushtetuese rrëzoi mbrëmjen e të premtes kryeministrin Rama duke lënë në fuqi vendimin e marrë nga SPAK-u dhe GKK-ja në muajin nëntor, që pezulluan nga detyra e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën e kanë marrë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Por historia nuk mbaron këtu. Shpallja e këtij vendimi pas një mbledhjeje 10 orësh të gjyqtarëve kushtetues do të ketë efekte në dy drejtime. Së pari, antari e qeverisë mund të vijojë betejën në apelin e gjykatës posaçme, aty ku ankimi i saj ngriu pasi gjyqtarët thanë se do të prisnin vendimin e kushtetueses. Pra Balluku me gjas do të rikthehet kërkesës që gjykata ta çlirojë nga pengesa për të ushtruar detyrën e ministres dhe zëvendës kryeministres. Nga ana tjetër, socialistët duhet të rrasin këshillin e mandateve për të dhënë SPAK-ut përgjigje për një tjetër kërkesë, edhe më të ashpër, atë për arrestimin e Ballukut.
Prokurorët kanë deklaruar se gjatë hetimit kanë lindur dyshime se ajo nuk e shkeli barazinë në tendera vetëm për tunelinën e Llogaras, por të paktën në 7 praktika për ndërtimin e unazës së madhe, ndërsa nën hetim kanë vënë dhe 3 vepra të tjera të rëndësishme infrastrukturore. Mbledhja e parë dhe vetme e Këshillit të Mandateve u bë më 19 dhjetor dhe pavarësisht se SPAK-u nënvizoi se çdo vonesë dëmton hetimin, socialistët thanë se do të shpreheshin vetëm pasi të fliste kushtetuesja. Tashmë që ky vendim u shpall, kryetari i kuvendit duhet të mbledh Këshillin e Mandateve. Apel ky që u bë nga opozita menjëherë pasi foli gjykata kushtetuese. Vetë Rama apo socialistët nuk e kanë komentuar vendimin e gjykatës, që rrëzoi kërkesën e kryeministrit dhe detyron Ballukun të largohet nga qeveria. Seanca maraton prej më shumë se 10 orësh gjithsesi nuk i dha një zgjidhje përfundimtare pyetjes nëse një gjykat mund të pezullojë nga detyra një antar qeverie, pa marrë më herët leje nga kuvendi. Gjyqtarët u ndan 4-4 dhe kjo barazi sipas ligjit e rrëzon automatikisht kërkesën, pasi asnjë palë, as kryeministri dhe as SPAK-u nuk bindën dot të paktën 5 gjyqtarë rreth vetes. Antari që bëri diferencën ishte Gent Ibrahimi. Ai u rreshtua me prokurorët dhe doli kundër Ramës. Bie në sy se mes gjyqtarëve që dolën në krah të Ballukut dhe kryeministrit ishte dhe Sonila Betja, e njohur si e afërt me opozitën, pasi bashkëshorti i saj drejton televizionin e familjes Berisha. Mbi vendimin e gjykatës kushtetuese kanë shprehur opinion edhe qytetarët shqiptarë nëpërmjet sondazhit afishuar në websajtin shqiptare.com mbi këtë pyetje. Kushtetuesja rrëzon Ramën dhe Balluku pezullohet. Jeni dakord me vendimin? 47.5% e qytetarëve përgjigjet po, 45.8% jo, ndërsa janë të dyzuar në përgjigjen e tyre 6.7% e tyre. Totali votave është 1787, por që vijon ende të jetë aktive në websajtin shqiptare.com, ku ju mund të vijoni përmjet QR kodit dhe skanimit të kamerës në celularin tuaj. Ecim tani më tej, kryeministri Edi Rama do të udhëtojë të hënën drejt Brukselit, ku do të takohet me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Report TV mëson se në fokus pritet të jetë procesi i negociatave për antarësim. Shqipëria ende nuk ka mundur të marrë raportin e vlerësimit të standardeve për reformimin e gjyqësorit për kapitujt 23 e 24 i quajtur IBAR. Pa miratimin e këtij raporti nga shtetet anëtare nuk mund të nisë procesi i mbylljes së grup kapitujve. Me metodologjinë e re të negociatave mundet që një shtet anëtar i BE-s në këto rrethana të kërkojë rikthimin e tyre në pikën fillestare. Kapitujt 23 dhe 24 mbi gjyqësorin u hapën të parët dhe mbyllën të fundit në procesin e negociatave. Shtëpia e Bardhë po planifikon një takim me antarët e bordit të paqes me 19 shkurt në Washington, pjesë e të cilit është edhe Shqipëria. Këtë e konfirmojnë për Axios një zyrtar amerikan dhe diplomatë nga 4 vendet që janë pjesë e bordit deri më tani. Faqja raporton se Shtëpia e Bardhë dëshiron të përdor takimin për të çuar përpara zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe për të mbledhur fonde për rindërtim. Do të jetë takimi i parë i bordit të paqes dhe një konferencë për mbledhjen e fondeve për rindërtimin e Gazës, tha një zyrtar amerikan. Planet për takimin e nivelit të lartë janë në fazat e hershme dhe mund të ndryshojnë në vijim. Bordi i paqes, i cili kryesohet nga presidenti Donald Trump, aktualisht ka 27 anëtar, mes tyre edhe Shqipëria dhe Kosova nga rajoni. Shqipëria ratifikoi aderimin në bordin e paqes me 110 vota pro në kuvend, ndërsa kryeministri Edi Rama mori ftesë nga presidenti amerikan Trump që vendi ynë t'i bashkohej bordit të paqes si vend antar themelues. Në ditën e 6 të protestës, banorët e Rjodhit u përplasën me forcat e policisë teksa tentuan të bllokonin punimet për ndërtimin e resortit në tokat që ata i konsiderojnë të grabitura. Protestuesit deklaruan se në këtë përballje Sali Berisha nuk po i mbështet për shkak të interesave që e lidhin me oligarkun Bashkim Ulaj. Në ditën e 6 të protestës, banorët e Rjollit zbritën në kantierin e ndërtimit, aty ku mjetet e rënda të Gener 2 punojnë pa pushim në Bregdet për të ngritur resortin Blu Borgo, leja e të cilit u firmos 3 javë më parë nga ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Janë të vendosur për të mbrojtur pronat e tyre që pretendojnë se u ka grabitur përmes dokumenteve të falsifikuara Fatmir Shpellzaj, ish drejtori kadastrës dhe eksponenti Partisë së Lirisë. Po sipas banorëve, tokat e tyre të grabitura, Shpellza ja ka shitur biznesmenit Bashkim Ulaj për ndërtimin e resortit me 5 yje. Se na del një kriminal, një Fatmir Shpellza,
dhe mërë 1450 dëllim tokë, e se 80 shtëpi në rrugë të madhe, këtu nuk ka ba vakin tonë botën. I bajmë thirrë dhe he Kryeministri shqiptar. Si mos na bjen qafë, se aja është kryesori si ja bashkëpunues me ta. Na ka thirrë Bashki Mulaj, jena në ullë të avalin me ta. Na ka thënë s'filloj punë para dokërsi me ju. Sot ka dojnë me në kopila. Ta kuptojnë qeveria shqiptare se këtë tokë nuk e gëzon kush, përveç pronarit liqëm, i cili e ka brez pas brezit, i cili ka met. Nëse ata fillojnë shpëllëzimin e pyllit rjollit, atje do të kesh përleshje. Përleshja nuk dihet se si ashtë. Na njerëz jena. Është pikërisht ky vendi, buz detit Adriatik, ndërmjet Ranës së Hedhun dhe Velipojës që është kthyer në shesh beteje të përditshme. Kështu ndodhi edhe këtë të shtunë. Banorët u sulën për të ndaluar punën në kantier, ndërsa policia u bë kordon për të mbrojtur mjetet dhe punëtorët e Bashki Mulaj. Numri policëve është më i lartë se numri protestuesve, që nuk bëhen as 40 vet. Pas përleshjes fizike, policia ja doli të mbush plot 2 furgon me protestues dhe t'i dërgoi në komisariat. Teksa ndodh kjo përplasje e dhunshme, fadromat dhe skrepat nuk e ndalin për asnjë sekond punën. Për herë të parë në mbrojtje të banorëve të Rjollit, ka dalë Partia Demokratike, Dega e Shkodrës, e cila akuzon qeverinë dhe bashkim për krim mjedisor, por nuk ja përmend emrin biznesmenit Bashki Mulaj të lidhur me familjen Berisha. Ky është rasti konkret i cili vjen si pasojë e kapjes së pushtetit nga interesat ngushta të zhvillimit të territorit dhe në dëm kolosal mjedisor kundër çdo parimi të zhvillimit të qëndrueshëm dhe në kundërshti të plot me komunitetin. Nga ana tjetër, policia e Shkodrës nuk ka dhënë asnjë komunikat zyrtare, edhe pse prej 6 ditësh dërgon me dhjetra efektiv në Rjoll. Protestuesit mbahen në komisariat për 3-4 orë e më pas lirohen pa asnjë shpjegim mbi arsyet e shoqërimit. Nga Burgu, Ilir Meta i kërkon opozitës Sali Berishës të mos bojkotojë reformën territoriale, duke i kujtuar gabimin e bërë nga Lulzim Basha në kohën që drejtonte Partinë Demokratike. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti i Partisë së Lirisë Meta thekson rëndësinë që opozita të paraqesë variantin e saj për hartën e re territoriale dhe pse gjasat që ky variant të miratohet sipas tij janë thuajse zero. Kjo për shkak se mazhoranca socialiste, shkruan Meta, i ka votat e nevojshme për të miratuar variantin e propozuar prej tyre në respekt të qytetarëve që vuajnë shkatërimin e shërbimeve publike sot nga pushteti vendor. Besoj se opozita ka për detyrë të paraqesë alternativën e saj përpara qytetarëve shqiptar, por edhe komisionit parlamentar, shkruan Meta. Partia e Lirisë ka reaguar sot ndaj situatës në Tiranë, duke cilësuar kryeqytetin si simbol të dështimit qeveritar. Përmes një deklarate, kjo forcë politike denoncon skandalin e inceneratorit dhe kërkon ndalimin e pagesave, hetim të plotë e përgjegjësi penale. Prova më flagrante e vjedhjes është skandali i inceneratorit të Tiranës, një incenerator që nuk ekziston, por që vazhdon të thith miliona euro nga taksat e qytetarëve. 90.000 euro në ditë që vazhdon e vjedhen hapur. Ky është kulmi i vjedhjes shtetërore. Paguhet çdo ditë një shërbim fantazëm, ndërsa plerat digjen në ajër të hapur dhe Tirana mbytet nga mbetjet. Kjo është vjedhje e organizuar. Qeveria e di shumë mirë që inceneratori nuk ekziston. Institucionet e dinë, por pagesat vazhdojnë. Heshtja vazhdon dhe bashkëpunimi vazhdon. Ky është një krim politik dhe financiar ndaj qytetarëve të Tiranës. Tirana po përdoret si bankomat për oligarkët dhe si laborator korrupsioni për pushtetin. Çdo kull që ngrihet, çdo tender që jepet, çdo euro që zhduket, është një goditje direkte ndaj jetës dhe dignitetit të qytetarëve. Një mjek kirurg në Itali po hetohet atje pasi një pacient të cilin ai e sodhi nga Milano dhe operoi në klinikën private Trita Hospital në Tiranë dërroi jetë 4 ditë pas ngushtimit të stomakut për të humbur peshë. Pacienti ishte një sipërmarrës italian 54 vjeçar që vuante nga diabeti, pasi më pas ai pasoi temperaturë të lartë dhe arrest kardiak. Nga klinika ai u dërgua në QSUT, ku të ndërroi jetë me 22 dhjetor të vitit të shkuar. Familja e tij akuzon se nuk i bën analizat dhe kontrolle përpara operacionit dhe kërkon drejtësi. Nuk dihet nëse ka nisur një hetim gjithashtu edhe në Shqipëri. Një sipërmarrës italian 54 vjeçar kishte vite që tentonte të humbiste peshë përmes dietave, por pa sukses.
ndaj kishte vendosur t'i besonte një klinike private në Milano për ngushtimin e stomakut. Më 6 dhjetor të vitit 2025, Massimo Ferro kreu një vizit me kirurgun Andrea Formiga. Mjeku i sugjeroi se e njëjta ndërhyrje mund të kryej në Tiranë tek Trita Hospital, si motër e klinikës milaneze. Pa hezitim, sipërmarrësi italian zgjodhi Shqipërinë. Kostoja e operacionit 4.400 euro në Tiranë ishte më shumë se 3 fish më e ulët krahasuar me rreth 15.000 eurot që kërkoheshin në Itali. Pavarësisht se pacienti ishte me diabet të tipit 2 dhe peshonte 108 kg, operacioni u planifikua për më 18 dhjetor në Tiranë. Massimo Ferro mbërriti në Tiranë më 17 dhjetor me gruan e tij. Sipas denoncimit të familjarëve të sipërmarrësit, të përfaqësuar tashmë me 2 avokat, në klinikën private në Tiranë, Trita Hospital, asnjë nga procedurat e parashikuara nga udhëzimet italiane për kirurgjinë e obezitetit nuk ishte respektuar, nuk ishte trajtim për diabetin dhe as përgatitje para operacionit. I vetmi udhëzim sipas tyre ishte që natën para operacionit të mos hante asgjë. Sipas Corriere della Sera, ditën pas operacionit sipërmarrësi telefonoi familjarët, duke i siguruar se gjithçka shkoi mirë, por më pas gjithçka ndryshoi. Më 20 dhjetor, 2 ditë pas operacionit, teksa ndodhej ende në klinikën private, shfaqet temperatura që arriti 38 gradë dhe aty u trajtua me qetësues. Më 21 dhjetor, gjendja e tij përkeqësohet dhe me temperaturën që arriti 39 gradë, përfshirë vështirësitë në frymarrje, ai u dërgua në urgjencën e Spitalit Publik Nën Tereza në Tiranë. Atje ju bën analiza, por antibiotiku sipas denoncimit ju dha vetëm në mbrëmje, para se të kthehej përsëri në klinikën private. Sipas Corrieres, aty gjendja u rëndua edhe më tej dhe mëngjesin e 22 dhjetorit, që shënon ditën e 4 pas ndërhyrjes në stomak, ai pësoi arrest kardiak brenda klinikës Trita Hospital. Në këto kushte, sipërmarrësi italian u transferua me ambulancë në reanimacion në Spitalin Publik të QSUT-s. Pasdite, mjekët raportuan se gjendja ishte e qëndrueshme, por në mbrëmje gruaja u thirr urgjent. Kur arriti, Massimo Ferro kishte vdekur tashmë prej orësh. Sot familjarët denoncojnë se askush nuk ka arritur të tregojë me siguri shkakun e vdekjes. Autoritetet italiane kanë nisur hetim ndaj kirurgut Andrea Formiga dhe dietologes Alessandra Freda, e cila kur dieta nuk mjafton, nuk sugjeron të opsion tjetër, veç balonit gastrik dhe ngushtimin e stomakut që kryen nga mjeku sot në hetim. Andrea Formiga punon edhe në klinikën estetike Dermolife të lidhur me Trita Hospital. Në një video të ndarë në faqet zyrtare të Trita Hospital, shkruhet se pacientët e quajnë atë doktori mrekullive. Qui si richiede la mia presenza come insegnante, tra virgolette. 2 personazhe mjaft të njohur në rrjetet sociale që kanë gjetur hapësirë dhe në mediat shqiptare. Genard Hajdini dhe motra e tij Sonida ndodhen të shtruar në spitalin psikiatrik në Tiranë dhe prokuroria me rekomandim të mjekëve ka hapur një hetim pas publikimit të një video shqetësuese në Instagram. Genard Hajdini publikoi pamje të papërshtatshme të motrës së tij që kanë nxiti strukturat sociale së bashku me një staf mjekësor dhe efektiv policie të bëjnë vlerësimin e gjendjes së Sonida Hajdinit. Sipas një njoftimi zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se gjatë intervistimit ajo u shpreh se videoja kishte si qëllim të bëjë virale dhe jo elemente dhune apo qëllime dashakësie. Videoja është fshirë nga vetë Genardi pas urdhrit të policisë. Vëlla e motor do të jenë në monitorim nga autoritetet, thot Ministria, ku do të kërkohet dhe mbështetje nga organet kompetente për hetime të mëtejshme për shkak të dyshimit për konsumimin e veprës penale të shfrytëzimit të një personi me aftësi ndryshe. Një mesazh në duke i pafajshëm që ju vjen në platformën online në WhatsApp nga kontaktet e njohura dhe kërkon të votoni për një vajzë për të fituar një kurs falas vallëzimi është pjesë e një skeme mashtrimi që synon të vijë të dhënat tuaja personale. Ky mesazh po qarkullon edhe në Shqipëri dhe ekspertët digital këshillojnë të mos e hapin, pasi hakerat do të deportojnë në bisedat tuaja në WhatsApp duke u vjedhur të dhënat personale. Përshëndetje, a mund të ndani pak kohë për të votuar Sarën? Ajo është vajza e shoqes time dhe fituesi merr një vit mësime vallëzimi pa pagesë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për të. Nëse ky mesazh ka mbërritur edhe në telefonin tuaj, keni kujdes. Bëhet fjalë për një skemë mashtrimi që po qarkullon prej ditësh në aplikacionin WhatsApp dhe që ka prekur masivisht përdorues dhe në Shqipëri. Qëllimi i hakerave në mesazhe që sipas ekspertëve është gjeneruar me inteligjencë artificiale nuk është as pak në të mirën tuaj. 2 skenare. Skenari i parë është thjesht vjedhja e dhënave personale dhe në të ardhmen të mundohen të keq përdorin këto dhëna duke nisur që nga klonimi ose vjedhja e identitetit deri tek hapja e llogarive të tjera në emrin tuaj. Dhe
Skenari i dytë është në momentin që ne klikojmë linket të tilla të downloadojmë software, të downloadojmë dhe të instalojmë software të cilat janë viruse, në mënyrë që hakerat të kenë akses, të kenë qasje tek pajisjet tonë. Mesazhi vjen nga një prej personave që ju keni në listën e kontakteve që mund të jetë njëri i afërt, rrjedhimisht dhe i besueshëm. Ai fton që të klikoni një link në fund të mesazhit dhe të votoni për një vajzë të vogël, shpesh të quajtur Sara, në mënyrë që ajo të përfitojë kurs vallëzimi. Kemi të bëjmë një fushat smishing, që do të thotë tentim për marrje informacioni, vjedhje të dhënash ose marrje llogarisë me anë të SMS-ve. Qofshin këto SMS normale në telefonin tuaj ose në telefonin ton, qofshin këto me WhatsApp, Viber, Facebook, etj. Skema e njohur si mashtrimi balerinës është ndër mënyrat më të vjetra të hakerimit, po më efikasja deri më tani. Kushdo që nis të plotësoj të dhënat për të votuar Sarën maqnare i hap dhe derën virusit. Nisën të fillon në momentin që ne plotësojmë të dhënat të cilat na kërkohen për votimin. Këtu kuptohet që nga mesazhi në mesazh, nga fushata hakerimit në fushat ndryshon, ka raste që kërkojnë thjesht dhëna personale për të grumbulluar adresa emaili, numra telefonit e tjerë, ka raste kur është phishing i pastër që kërkon dhe passwordet. Përdoruesi që bie prej hakerave dhe infektohet nga virusi nis të dërgojë mesazhe të tjera dashakeqe te kontaktet e tij në celular, shpesh të maskuara si loja online, por edhe që krijojnë akses që hakerat të deportojnë deri në menaxhimin e llogarive bankare. Pas 29 ditësh kërkime është gjetur trupi i Pajet i të riut Jurgen Karaj, i cili rezulton dhe i zhdukur që prej 10 janarit në Klos. Operacioni i kërkim shpëtimit u zhvillua në lumi madh dhe përfshiu 82 efektiv të forcave të armatosura të Shqipërisë dhe forcat e sigurisë të Kosovës. Gjatë kërkimeve u përdorën dhe dronë në ujor. Jurgen Karaj nga fshati Fullqet i Klosit humbi jetën mbrëmjen e 10 janarit në një aksident rrugor. Ai ishte pasagjer në automjeti që drejtohej nga shoku i tij Andi Losha, i cili u arrestua nga policia pasi dyshohet se drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe nuk i dha ndihmë 30 vjeçarit. Makina ra fillimisht në përrojnë e Darsit dhe më pas përfundoi në lumin në matë duke zhvendosur deri në liqen. Trupi i Pajetit të riut u gjet ditën e sotme në liqenin e Ulzës, pra fshatit Urak, rreth 34 kilometra larg vendit ku ndodhi aksidenti fatal. Do të shkëputemi tani për hapësirën e marketingut, do rikthehemi sërish së bashku vetëm pas pak për të vijuar me edicion informativ. Do të vijojmë te edicioni informativ për të ndalur në të tjera zhvillime. Nga India, Filipinet, Egjipti deri në Myanmar, vjet 19.000 të huaj aplikuan për leje qëndrimi në Shqipëri, ndërkohë vetë qeveria është negociata me disa shtete nga vendet e treta për të marrë punëtor prej andej për shkak të boshllëkut të krijuar për punëtor në territorin tonë. Boshllëku i krijuar nga mungesa e punojësve vendas, bizneset po mundohen ta mbushin me punëtorë të huaj, ku kryesojnë vendet aziatike. Aktualisht në Shqipëri jetojnë rreth 27.000 të huaj, ndërkohë që vetëm vitin e kaluar, sipas të dhënave zyrtare, janë bërë 19.321 aplikime për leje qëndrimi, nga të cilat 16.000 janë miratuar, një pjesë janë ende në proces dhe vetëm 343 janë refuzuar. Nga këto aplikime, më shumë se 13.000 janë për arsye punësimi, ndjekur nga 2.500 për bashkim familjar. Shtetet që po njohin rritjen më të madhe të aplikimeve janë India, Filipinet, Egjipti dhe Myanmar. Deri më tani punojësit e huaj dominojnë në sektorë si industria e peshkimit, ndërtim, fasoneri dhe turizëm, fusha që po përballen gjithnjë e më shumë me mungesë të fuqisë punëtore vendase. Tirana, Durrësi dhe Vlora janë qytetet me përqendrimin më të madh të punonjësve të huaj. Për shembull, në Vlorë janë 800 shtetas të punësuar, një numër që pritet të rritet edhe më shumë me afrimin e sezonit turistik. Unë jam nga India. Në muajin mars bëj 2 vjet këtu. Jam i kënaqur, kushtet e punës dhe pagesat që marr janë të kënaqshme. Unë jam nga Filipinet, aktualisht ndodhem prej 9 muajsh në Shqipëri, i kënaqur deri më tani. Të ardhmen e shikoj në Vlorë, ndaj edhe kam vendosur të rri me familjen. Punoj në sektorin e peshkimit, jam me shoqet e tjera dhe kemi ardhur së bashku për të punuar në Vlorë. Është një vend që më pëlqen. Ndërkohë që sipërmarrja ka shpallur më shumë se 6.000 vende të lira pune, vetë qeveria shqiptare është në negociata me disa shtete për të marrë fuqi punëtore të kualifikuar për të mbuluar nevojat e tregut.
Pas Bangladeshit dhe Filipineve, tashmë vëmendja është vendosur në Indonezi për të rekrutuar punonjës. Shumë fshatra në jug të vendit vijojnë të mbeten pa infrastrukturë rrugore, edhe pse ndodhen vetëm pak kilometra nga zonat urbane. Në një vëzhgim të kryer në gjerbë të Mallakastrës, Tapit të Kuçovës dhe Ballagat të Lushnjës vëren këto problematika. Vetëm 5 kilometra ndajnë qytetin e Ballshit nga fshati i Gjerbës, por kjo distancë është kthyer në makth për banorët. 5 km rrugë janë 30 vjetë, sigur na 500 metra me të ishin shtruar, do kështë mbaruar rruga. Ata që kanë ikur, nëse vdes në një që i bjen këtu, edhe i vdekur nuk arrin dot që të varroset. Aq probleme është bërë rruga. Amortizimi i makinës sa do makinat hajs do në kalamaj. Të rinjt kanë ikur, familjet janë shpërngulur dhe fshati po shuhet. Fshati ka qenë këtu, ne kemi pasur shkollë të mesme. Dhe ishin 250 zemës. Ishin 150 shtëpi, na shi nuk janë as. Ishe shtëpi çuti, por nuk ka njëri bërë. Ja, unë kam 4 çuna me nuse, s'kam asnjë shtëpi. Bashkia Mallakastër pohon se ka kërkuar investime nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por deri më tani projekti ka mbetur në letër. E njëjta panoramë në fshatin Tapi, i cili gjendet vetëm 5 km nga qendra e Kuçovës. Prej më shumë se 25 vitesh, në rrugë nuk është hedhur as çakull. Ja, bjeshi bëhet gropa, nuk ka lëndot. Do të veshë çizme, dalësh në xhate, pastaj në rrojës. Vinë, marrin votat, na gënjejnë, na mashtrojnë dhe asnjë gjë nuk bëjmë. Jemi pa rrugë. Po ne rrim në shtëpi, po çfarë me fëmijët do shkojnë në shkollë në mëngjes. Kemi dhe kanaluar zeza, pas shikosh me tanti ku bjen shirat ja çot, veç atje, më fal prej gjend mutra në rrugë. Bjen ambulanca ndorin xhandet. Në rrugën kryesore do vi. Xharficja po dhe xharficja ti dori. Bashkia e Kuçovës ka premtuar ndërhyrje në çdo fushat elektorale, por kontaktuar nga Report Televizion, zyrtarët vendor thanë se s'kan fonde për asfaltimin e rrugës. Segmenti rrugor Lushnje Ballagat Peqin Belç është një tjetër shembull i investimeve pa mirëmbajtje. E rikonstruktuar 15 vite më parë, sot rruga ka degraduar dhe në disa segmente është e rrezikshme për lëvizjen e mjeteve. Të paktën bëhet ndërhyrje për pjesët sa ka mundësi bashkia këto gropat. Unë dëshirash brenda, se pas e janë vandega të ullinit. Nuk bëhen ata si se në prishë makinat, vete kostaj do 500 lek rrugullosh makinën. Nuk ka latë, kemi frikë. Shumë problem. Çdo ditë në moment kur na lënë në ty, mund të sheme. Ne po thomi 2026 do vëmë në Europë, ne nuk vëmë në 2040 në Europë. Bashkia e Lushnjës ende është në fazë projekti dhe nuk dihet kur do të kryhet rikonstruksioni. Ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Reporterëve Bashk. Mirë takosh.